Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu, zhvilloi një vizitë në Zellher ku u prezantuan arritjet dhe sfidat e ardhshme në sektorin e mbrojtjes. Në një fjalim me tone reflektuese, Rama vuri në dukje rrugtimin e vështirë të forcave të armatosura shqiptare, nga braktisja totale të viteve pas rënies së sistemit komunist deri në transformimin e sotëm që ai e përshkroi si një histori rikthimi dhe ringritjeje. Në 10 vite kemi 10 fishuar investimet në fushën mbrojtjes, një rritje që nuk ka ndodhur në asnjë fushë tjetër me një ritëm të tillë, por nga ana tjetër është vërtet dramatike të mendosh se kur ne morëm detyrën, forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë mbështeteshin me 28 milion euro investime. Një shifër që sot është shumë më e vogël se sa shifra që ne kemi investuar vetëm për emergjencat civile. Ai theksoi se qeveria ka 10 fishuar investimet dhe financimet për ushtrinë, duke e kthyer atë në një institucion modern dhe të motivuar. Një ndër arritjet kryesore është rritja e ndjeshme e pagave për efektivët, çka e bën sot ushtrinë shqiptare më të mirëpaguarën në rajon. Kur morëm detyrën kishim ushtrinë më të keq paguar dhe më të keq trajtuar në të gjithë rajonin tonë, se pastaj po të vazhdojmë më tutje me Europën, as nuk kemi çka krahasimi të bëjmë. Dhe praktikisht jemi sot në një pagë mesatare 1550 euro, që më lejoni t'ju garantoj nuk është stacioni ynë i fundit, por është vetëm një nga stacionet për të shkuar drejt objektivit që e kemi ndarë me ju në kryet herës, edhe kemi mirëkuptuar mosbesimin tuaj total. Kur ju kam thënë që ne do të arrijmë të kemi një ushtri shqiptare të paguar në mesataren e forcave të armatosura të NATO-s. Gjithashtu Rama vlerësoi rritjen e përfaqësimit të vajzave dhe grave në forcat e armatosura, duke theksuar se numri i tyre është i dyfishuar, ndërkohë që edhe numri i studentëve të Akademisë Ushtarake është rritur 5 fish gjatë një dekade. Të armatosur të Republikës së Shqipërisë, ndaj të cilës të rinjt dhe të rejat nuk janë më tërësisht të mbyllur, po përkundrazi, drejt së cilës kanë filluar dhe po i hedhin gjithnjë më shumë syt, dhe këtë e tregon edhe pesfishimi i rekrutimeve dhe arritja e përmbushjes së objektivit për numër rekrutësh të vendosur nga shtabi i përgjithshëm, gjë që më parë ishte e pamundur. Prezantimi në Zellher u shoqërua me një demonstrim operacionesh ushtarake ku u përfshin helikopter, qitje dhe simulime shpërthimesh me granata, duke treguar kapacitetet e shtuara operacionale të ushtrisë shqiptare.